Ndërsa Armela ka zgjedhur maçok. Është hera e parë që merr maçok apo ke patur dhe më herët? Po, kam patur maçok edhe më herët. Unë jam rritur në fakt me mace, edhe tek nëna dhe tek tezja, dhe domethënë kanë qenë gjithmonë pjesë e jetës time, jam rritur me mace. Asnjëherë që. Nuk e di pse, por jam cat person. Ja pyes Martinin, si është kjo ndarje? Si ka mundësi që ka njerëz që duan mace? Unë për shembull jam tim mace. Ja. Janë edhe njerëz që duan fare mace vetëm qenë, nuk e llogarisin mace si kafshë shtëpiake. E çuditshme është. Po? Me thënë të drejtën, jam totalisht e dashuruar, domethënë thjesht me karakterin që ka macja. Edhe në shtëpinë time nuk kam pasur tek prindrit, kur isha e vogël. Dhe shkoja gjithmonë shfrytëzoja macet e tezes, macet e nënës, edhe kënaqesha dhe kujdesesha me ato dhe ishte njësoj sikur ta kisha në shtëpi. Pastaj kur e mora shtëpia ime, ishte tjetër gjë komplet. Domethënë, okay, ndoshta nuk e ka atë ledhen që mund të ketë qeni, atë dashurinë që t'i jep qeni, është më pak më e tërhequr, pak më e pavarur, pak më interesaxhie, po jo në kuptimin e keq, se macet tonë është interesaxhie dhe po si e kupton këtë pjesë? Nëse ka pasur ndonjë situatë? Nuk e di, ndoshta ka të bëjë dhe mënyra se si unë kujdesem dhe se si arrit ta trajnoj, mund ta them këtë fjalë, Martin? Dhe për shembull Laki e ka shumë në mëngjes, ai e kupton kur unë duhet të çohem herë sepse ndjen zilën e telefonit. Edhe vjen tek unë dhe ma bën me putur tek faqe që zgjoh nëse është që unë nuk reagoj dot nga zgjidhja, nga zilja. Edhe është Laki ai që në shumicën e rasteve më zgjon. Pastaj kur e sheh që jam e mërzitur ose kur kam në një sikletë, për shkak që jam në ditët e mia të muajit të jemi në femrat, gjithmonë vjen shtrihet e barku, bën ato masazhet e veta. So gjëra shumë të vogla, por që ama të bëjnë të ndihesh shumë mirë dhe për mua është shoku më i mirë dhe është psikologu më i mirë për çdo person që ta ketë në shtëpi, një kafshë. Po. Me këtë fundit jam shumë dakord, duhet ta them. Madje mua më pëlqen një shprehje që thotë psikologja ime është e veshur me lesh dhe ka 4 putra. Ashtu është. Ndonjëherë e gjejm veten edhe duke folur në shtëpi. Është më lehtë të shprehesh. Po, sepse nuk pret përgjigje, nuk pret e di që nuk do paragjykohesh, dhe thjesht i shprehesh edhe tregon çdo gjë të ditës ndonjëherë kur ja shpjegoj ose kur flas dhe gjej veten domethënë, o zot, po flas me një mace. I vërtet ndonjëherë? Nuk ka qenë nevoja deri tani. Laki është 7 muajsh dhe mund të kem ngritur pak zërin në momentin që bëhet pak agresiv, ke momenti i ledhatimit. Se ka momente që, okay, është shumë i dashur, po e kalon atë, ja. Aq e pati, na falni, po ka që shumë deti, domethënë në publik. Por që deri tani pak nuk kam pas probleme me pjesën e sherreve e gjërave në shtëpi. Është shumë pazarare, nuk e di tash, ndoshta fakti se shiko macet kanë një vijë shumë të hollë midis qetësisë edhe nervozizmit. Ndoshta unë jam vetëm, është në atë qetësinë e vet, duket sikur shtëpinë ka tërë për vete, nuk ka zhurma, maksimumi vetëm muzikë dëgjohet në shtëpi time, se televizorin po thjesht se përdor fare. Dhe ndoshta kjo e bën që të jetë më i qetë. Thjesht ajo pjesa e kur e kalon atë pjesën e ledhatimit, thotë mirë boll tash se më mërzitë dhe e kalon pak në kafshim. Dua jetën time. Nuk pranojnë kollaj macet që macet ndryshe nga qenë janë qenë individuale, pra jetojnë vetëm dhe prandaj kanë territoret e veta dhe thuhet që nëse macja me vërtet lidhet me pronarin, është më shumë dashuri se qeni, sepse macja nuk ka nevojë për pronarin, qeni ka nevojë. Pra mace mund të jetojë shumë me mirë dhe shumë e lumtur vetëm, dhe ka mace që rrinë në shtëpi dhe nuk takohen me të zotët kurrë, nuk afrohen kurrë. Kemi klientë që thonë, nëse kemi arrit me përgathet në herë, thjesht jape me hongër, ajo rri vetë. Nëse qeni është më ndryshe, është që ka nevojë se s'bën për të shkaf shtufe, ka nevojë për njerëz, ka nevojë për pronar, sa do i keq të pronar, e qeni do i shkojë afër. Macja është më shumë seleksionuese. Pra, nëse një mace me vërtet shfaq dashuri, është më shumë dashuri. Është aq seleksionuese. Kjo e thënë nga një njeri që është për qentë. Po e mbajmë pak me hatër, më duket. Macja më duket paktën mua me çfarë më ka ndodhur me çdo mace që kam marrë në shtëpi, zgjedhin një njeri në familje që e duan. Pjesën tjetër e ignorojnë. Shumë vështirë për macet të lidhet me shumë njerëz. Po, vetëm një duan. Mua më ndoshta që gjithmonë merja macet në shtëpi, se ndoshta kam thënë 100 herë nuk e mbaj mend. Ç'të bëj? Por asnjë prej maceve nuk ngjitej me mua, po ngjiteshi me tim vëlla ose një prej tyre. Po, ajo që është femër u ngjit me tim vëlla, që është akoma në shtëpinë tonë, kurse maçoku u ngjit me mamin tim. Domethënë nuk me atë donte të flinte, nga ajo donte të ushqehej, nga ajo donte të ledhatohej, të llastohej. Kurse në tjerët ishim inexistent për macet. Jo, Laki është marrë tjetër. Laki është kështu. Madje ka raste që
E vetëmi problem ke macet, ke qentë dhe ke macet është se ku të dalesh. Po unë këtë pjesë nuk e kam pas fare shqetësim se e di që ma do iki diku për shembull edhe ja çoj mamit të shtëpia ose vjen vllai në Tiranë që rrin me të. Po laki është, nuk e dia, më duket sikur ka qenë qenë në një jetë tjetër dhe është bërë mace. E marr në makinë, rrin aty te kroskoti i makinës, e shijon atë rrugën deri në Durrës. Po edhe jashtë e merr. Po, e shijon, e ka marrë dhe në lokal, në kafe, është i qetë. Edhe është shumë social. Dhe kjo më bën çudi shqyqyr ose pra është lloj, është i vogël. Pra i bie që kur të jetë më i madh, do ndryshoj. Varet, nuk do ndryshoj 100%, se macet janë shumë me personalitete. Kështu që nuk do ndryshoj 100%, por normalisht do bëhet pak më individualist, do doj pak më shumë vetminë edhe territorin e vet. Sepse tash është akoma te mendja koteles që është kurioz, që do të shofi, që do të dali. Pastaj vjen një moment që janë njerëz që do ta nxjerrë se ka gjithë ditën në shtëpi. Nuk del mace, nuk do të dalin nga shtëpia. Sa shohim për shembull koshin, tërbohen se nuk duan të vinë. Po. Dhe tani po mendoj që ka ilaç më të mirë se ajo që bën mace. Po, unë më besoj që mua më zë gjumi me atë gërgërin që bën në darkë dhe është ilaç, vërtet është ilaç, është Xanax. Është adiktiv, po pa efekte anësore. Efekti anësor është vetëm që mërzitem kur nuk flen me mua ndonjëherë në krevat. Se tani ka filluar të kërkon atë privatësinë e vet, pëlqen atë divanin, ta ketë të dërin për vete, se në fillim flente ke unë, të jestiku. Tash ka raste dhe mërzitem, maksimumi, domethënë po ta thërras, laki ku je, vjen me vrap, më bëni çik shumë me atë hundën e vet ke fytyra. Pastaj ikëm prapë. Po, ka që pate. Erdha thot me që më thirrë dhe tani po iki sot Terezin time. Vetëm pak minuta publicitet, kthehemi pas pak.